Se unë kam lexuar shkrimin, po zoda këtë ja e kam lexuar. Sa bëj ke nxjerrë, dhe zoda këtë fragment. Unë nuk ta bëj pyetjen edhe sa mendon ti që i duhet Rama Shqipërisë. Sepse unë nuk mendoj se i duhet, unë ta bëj pyetje ndryshe. Edhe sa mendon ti se të duhet Rama baton? Kujt mu? Po ty son, nuk besoj se ato që i beson. Jem fare sinqert. Se një njeri që ka sjellë Shqipërinë 1.5 milion banor. Po sjell ti. Një njeri nuk i di gjitha. Një njeri që e ka gjysmën e grupit parlamentar nga 2013 deri këtej në Burg. Gjysmën e kryetarëve të bashkisë i ka në Burg. Një njeri që s'ka bandit, që s'ka komunikim me të. Një njeri që u bën grafikën me Altin Domajin se kush do arrestohet sot para apo pas pakut. Spekulim. Spekulim? Po. Që ato tjerat po t'i pranë, kjo spekulim. Është spekulim? Po. Po ne kemi diskutuar këtë studio që Ramës i konvenon pas zgjedhjeve pa mund të jetë. Po pse e ke thënë ti kur spekulim? Çfarë kam thënë? Për rastin e Veliajit. Çka? Për rastin e Ballukut që i konvenon pas zgjedhjeve. Pse e ke thënë kur spekulim? Unë kam thënë këtë studio, po patjetër. Nëse s'marr mend çfarë ke thënë? Ma po mirë. Tjetër a ki pyetje? Ato të parë ishe dakord. Jo, s'ke pyetje. Tjetër. Pyetja është edhe sa duhet Rama baton. Unë kam nis shkrimin nëse e ke lexuar. Do me thamë, fillimi është, unë jam prej atyre që nuk e pranoj për shkak demokracisë mandatin e 34. Dhe natyra e demokracisë është kur ajo ndryshon, ndërrohet për t'i dhënë oksigjen të tjerëve, të rive, që ndoshta sjellin risi. Ky ka qenë shkrimi. Për ata që nuk e din, unë kam pas edhe qëndrim, që mandati 3 është i tepër, e lemo i 4. Por, Shqipëria është në një situatë kur autokracia të cilën e ka vendos Rama me diskurs, me shijen e tij, ose me qëndrimet e tij për shijen, dhe me vendimarrjen Partisë Socialiste, po, është autokraci. Po, a është kjo autokracie mjaftueshme për ta bërë rotacionin, sa për ta bërë rotacion? Parasysh kjo Shqipëri me gjitha të ka një sukses. Po nalemi të elementet që ti përmende, me qenë se i bërë pyetje, pastaj mund t'i përgjigjen edhe Bushatit. Fole për që ka nik afërsisht 1 milion vetë, ose 700.000 vetë për 2013 e sa është zyrtarisht. Shqipëria është vendi që mas paku ka humbë banor nga të gjitha vendet në regionin hiç Kosovën, edhe Kosova i afrohet. Mos harro, po flas për Kroacinë, vetëm pak. Një sekond. Për këtë 10 vjeçar. Po, për këtë 10 vjeçar. Me numra apo me përqindje popullsie? Me numra apo me përqindje popullsie? Dhe baton të ta bëj pyetjen krejt ndryshe. O baton 85 në këtu. Kemi mundësi dhe nuk jetojmë keq. Po çfarë do të prit ta them. Or burr, edhe sa na duhet për të thënë sa të vërteta. Hajde, cila është vërtet? Çfarë vërtetë po thon? Hajde. Se le të thot vërtet në vetë, që ta dëgjojmë thelbin e atimove. Unë kemi një problem serioz në ti. Unë dhe ti e dim që Rama... Jo, leqe se unë të dim për debat. Ma jap, kur nëse hap debat, ti nuk mundesh... Po sa e nisë të thush një Shqipër, sa nisë të thush një Shqipër pa vërtet? Pëthe Shqipëria është vendin që ka më shumë të reguar në rajon. Të pyeta në numër popullsia për në përqinje? Cilire ka numër... Ka lidhje, baton se 2 milion e gjysmë kemi qenë, 3 milion. Se është pa ndershme. Vetëm ta sqaroj. E para, në një tavolin, duhet me pas një edukat me ja respektu mendimin tjetrit. Ky është mendim jam, nuk është i joti. Dhe nëse unë kam këtë mendim, ti kundërshtoma, po le mos ma moho mendimin tem, se unë kam bëu qendrim publik. Nëse kam bëu qendrim publik, atëherë sfidon me tezat që i kam vendos. Në asnjë studio televizive në Shqipëri nuk gjen një tryezë me 5 veta që s'mendon asnjëri një lloj, edhe që jemi bashkë. I don't care. Patjetër, një sekond. Po nuk mërzitëm për atë punë. Një sekond. Dhe të thuash që Maleta the mendimin. Nuk do isha Baton Axhiu po të kisha thënë, po të isha mërzit çka mendoj. 5 vesh. Unë me shumicën e gjërave pajtohem me njerëzit. Por unë kur e pash performancën e Edi Ramës, e thash, unë e fola për korrupsionin. Ajo që e ka godit këtë qeveri është korrupcioni. Por, kur fola për korrupcionin... Ta bëj një pyetje konkrete, Baton. Po na ta përfundoj se kjo është teza kryesore aty. Po se është ke korrupsionin, se shkrimi jot, prandaj ta bëj pyetje. Rama Baton, si ti, si unë, si Rama, si Net 5, e ka lexuar të publikuar SMS-n e Benet Becit kur i thot 500.000 euro për ta shkollë, prit 350. Erioni është i korruptur, Benet Beci është i korruptur. A do të thjerë këtë në mena? 350.000 për Net pa shkollët. I kërkon vetë Benet Beci.
Dhe Rama shkon në Shkodër dhe i thot do të vi radha dhe ty, por e bën fushatën me të. Si mund të thuash një njerëz që lufton korrupsionin, kur publikisht i thot hajdutin e kam në krah, e di që ka djedh, por po e përdor për zgjedhje. Baton, kjo s'të bën përshtypje ty? Bën më përshtypje shumë. Pa e ke lexuar këtë pjesë ti. Pa e ke lexuar pjesën çfarë më thon për korrupsion. Po ty të bën përshtypje se ka më shumë ekran apo se Rama të del me hajdutin krah? Se ke lexuar shkrimin, prandaj nuk të thot po e përdor me këto zgjedhje. Ja javë tjerëve le të debatojmë për këtë punë. Se ke lexuar shkrimin. Po çfarë? Edhe nuk A është hajdut Benet Beci paton? Urdhon? Benet Beci është hajdut? Kur e vendos gjykata thon që është hajdut. Tash nuk është. Jo. Për mua është ai është në proces hetimi. Ai është në proces hetimi për korrupsion. Kaç e di? Kaç di për atë? Po se mësojnë ti në bërë publike nga media se ke lexuar. Nuk je gjykatës me vendos kush është i korruptuar apo jo. Po se kemi për Benet Becin, kemi gjysore s'ka thënë dot çfarë tezë ka. Lëre pastaj të debatojmë mbi tezën, jo mbi Benetin. Po se s'ka thënë dot. Ku e ke hallin? Ku e ke hallin? Aja dhe ati me fol. Le ati ta që kthej përgjigjen ty. Me qanë se bërë pyetje. Pas të Berati. Për cilën e ketash, hajtë ma thuj edhe pyetjen tjetër. Ku e pe ke platforma Ramës që ky njeri ka plan ta luftoj korrupsionin? Duke qenë se the pak më parë korrupsioni është pika problemi kryesor i Shqipërisë. Për mu janë ja 7-10 të Partisë Socialiste në Burg. Edhe është njeri 2 të Partisë Socialiste në Burg. Ajo është Erion Velia. Mjafton. Po, mjafton. Mos të heqë edhe këta tjerë që janë. Mjafton. A është Edi Rama personalisht njëri më i pahetuar në Shqipëri? Nuk e di. Se unë besoj që Rama është i hetuar. Ku është hetuar? Në Gaspak, po... Ku është? Edhe ti po aki e hetuar. Ç'lidhje ka hetimi? Kur ngritet aktakuza, atëherë vim në një proces i cili s'ka lidhje me ato që po flet. Pra Rama ti mendon se po lufton korrupsionin su arrestu Velia? More Rama nuk ka lidhje me luftu korrupsion. Korrupsion e lufton sistemi i drejtësisë. Kuptoj. Ajo që e vendos një kriter. Berat. Se në me bon merak dhe të shpija, thëj, nga ka thonë Berat, jam televizionë së delit. Këtu jam. Me diskutu tash për shkrimin e Baturit? Ja, s'do të bëj.